إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد falenderimi të kënë Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet i dërgojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar, prej rrugëve që neve na shpëtojnë nga zjarri i xhehenamit, po e përmendi edhe një hadith që ka sjell Tirmidhiu e Nesai ibn Majah, dhe hadithi është autentik siç është në Sahihul Jami'. Hadithi ky që na mëson se nëse ndonjëri prej neve e mëson dhe në momentet e fundit të jetës së tij, ai e thot duan La ilaha illallahu wallahu akbar, La ilaha illallahu wahdah, La ilaha illallahu la sharika lah, La ilaha illallahu lahul mulku wa lahul hamd, La ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush e thot këtë hadith, fundi i tij është se nuk do ta prek atë njeri, as nuk do ta prek zjarmi i xhehenamit asnjëherë. Tha pejgamberi alayhi salam, po e tham detaje. Se kur robi e thot la ilaha illallah, wallahu akbar, kur thot nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut Azza wa Jall, dhe Allahu është më i madhi, Allahu ja kthen robit këtij dhe i thot, vërtet, s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos meje, dhe unë jam më i madhi. Kur robi thot la ilaha illallah wahdah, s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet, dhe ai është i vetmi. Tha Allahu ja kthen dhe thot, vërtet, ato çka e tha robi im është e vërtet, se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos meje, dhe unë jam zot i vetëm. Tha kur robi thot la ilaha illallah, la sharika lah, kush thot nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet, dhe ai s'ka ortak, Allahu Azza wa Jall, tha Allahu ja kthen, vërtet, atë që e tha robi është e vërtet, se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet, dhe s'ka dikush që mban ortak mu. Dhe kur robi thot la ilaha illallah, lahul mulku wa lahul hamd, se vërtet nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut Azza wa Jall, dhe atij të kanë pushteti dhe falënderimi, Allahu ja kthen atij dhe i thot, vërtet s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet, dhe pushteti i gjithësisë krejt me takon mua. Dhe kur robi thot la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, vërtet nuk ka zot tjetër, dhe kur Allahu ja kthen, vërtet, këtë që po e thot robi, se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç meje, është e vërtet, përveç Allahut, pra është e vërtet se s'ka zot tjetër, ta Allahu ja kthen, dhe nuk ka forcë, as fuqi, as ndihmë, pa lejen dhe ndihmën e Allahut, tha Allahu ja kthen, e vërtet, s'ka forcë, fuqi, ndihmë, pa i dhon unë forcë, fuqi dhe ndihmë atina. E thanë në fund të hadithit, men razaqahun inda mautihi lam tamassahu an-nar. Tha pejgamberi alayhis salam, kush e thot këtë dua, ai duke e thon Allahu duke ja kthy atij. Ai duke e thon Allahu duke ja kthy atij. Tha kush e thot që ton para se me vdek, as që do ta prek zjarmi xhehenamit atë njeri. Kjo prej rrugëve që neve na shpëton prej zjarmit xhehenamit. Nëse mësojmë gjëra të kota prej libra dhe punimeve të kota, atëherë pse nuk e mësoj në këtë dua që ishte mu autentike e vërtet nga pejgamberi alayhis salatu wassalam, që me këto po e thet si fjali të fundit, në zjarmin e xhenemit kur njëherë nuk kemi hi, por do shkosh në xhenetet e Allahut Azza wa Jall. Prej rrugëve që neve na shpëtojnë prej zjarmit të xhenemit, a din cili është? Rrugë tjetër është edhe ti
si rob i Zotit, me mendu mirë për Allahun Azza wa Jall, me pas mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall, jo me pas mendimet këqija, me thonë se mu Allahu veç ka më mdenu, mu Allahu veç do të më shkatran, mu Allahu veç në zjanë gjëhnami do të më dërgan, mos thuj kështu, por ki mendim të mirë për Zotin tëndë Allahun Azza wa Jall, sepse në tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, në hadithin që e sjellin dy sahihut Bukhari dhe Muslimi, tha pejgamberi selam, fjalë të Allahut hadith kutsi, tha ana inda dhanni abdi bih, unë jam qështu mendon robi mua. E një transmetim shtesë të kësaj në sjell Imam Ahmedi është autentik, edhe ajo, siç është në Sahih al-Jami, tha do shtesa. Ana inda dhanni abdi bi, tha Allahu Azza wa Jall, unë jam qysh robi të mendon mu. En dhanna khairan falahu, nëse mendon që në khajr të mira do t'i çoj, të mirat dhe të mira do t'ia çoj atij. Wa in dhanna sharran falahu, e nëse ai mendon për mua se unë veç të këqija kam me i pru, të këqija do t'ja dërgoj atij. Prandaj mësoje mendjen, zemrën tënde, të mendosh mirë për Allahun, se Allahu ty do të fal, se Allahu ty në xhenet do të çon, se Allahu të meta do t'i mbulon dhe prej zjarrit të xhenemit larg do të largon. Ndërsa kështu pro formoje bindjen. Na tregon pejgamberi në një hadith tjetër që sill Imam Muslimi dhe Imam Ahmedi. Po tregon pejgamberi alayhis salatu wassalam, ditën kur dalmi para Allahut, hyn njerëz në xhenet, hyn në xhenem, por disa që hyn para kohën në xhenet, edhe disa që hyn para kohën në para të tjerë, që hyn në xhenem. Do që hyn në xhenem, tha pejgamberi, dalin një 4 persona ose grup personash, 4 kategori ose 4 grupe njerëzish, dalin. Edhe kur vin, thotë edhe diçka ka mbet për juve pa u gjyku, edhe e gjykon. Edhe këto, edhe Allahu, po tregon pejgamberi, dhe Allahu Azza wa Jall i thot melekëve, kapni edhe ktheni apet në zjarmin e xhenemit. E njoni prej atyre grupeve, një njëri prej atyne, a diçka ndodh, e kthen fytyrën nga Allahu i ulur dhe i përdhosur ose i nënçmuar, e kthen fytyrën nga Allahu. Allahu Azza wa Jall i thot pse e ktheve fytyrën? Ti shka ki pse po e kthen fytyrën nga one? Ja kthen robi thotë Zot, këtë prej teje se mendova. Unë kam mendu mirë për ty. Kam mendu që kur të më nxjerrësh prej zjarmit xhenemit, mund xhenem s'ki me më kthy. A di si ju thot Allahu melekëve që je kanë bart, do i thot çon në zjarr. Thot kapne dhe mos e ktheni mund zjarr, por çon në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Ky është Allahu i mëshirshëm. Kur e bëni këto, çatëherë kur robi mendoj mirë për Allahun Azza wa Jall. Po e bini hadith shtesë, ka daf dobësin ton, por lili enasi thon arabisht po e sjelli, e ka sjelli Imam Ahmedi. Një njeri kur del mu gjyku para Allahut ditën e gjykimit. Edhe ja nis, ku i qiten veprat e tij peshore, të mirat e të këqijat. E shesit këqijat jamujnë shumë, e veprat e këqija jamujnë. Allahu Azza wa Jall i thot robit, i thot melekëve, o melekët e mi, kapni robin këto, hedh në zjarmin e xhenemit, se s'pas ka bon veprat mira, ose shumë pak veprat mira pas ka bon, shumë të këqija pas ka bon. Kapne, melekët e kopin, për me qunë zjarmin e xhenemit. Të shku, i kthen fytyrën e robin nga Allahu Azza wa Jall. Edhe Allahu e shikon prej lart. I thot melekëve, o melekët e mi, se ky halen zjarm s'ka hy. Ai pari hadith, ata i nxjerr prej zjarrit. Ndërsa këta halen s'ka hy ky person. Edhe i thot melekëve, kthene, të robi jam, mos që u ktheve ti, hajde kon, afrohet dhe njëherë, i afrohet, dhe të robi jam, mos rastisht kur ti qitën veprat e mira dhe të këqija, mos pove në sen që na zullum ty të kemi bon, e lartë metave është Allahu, Allahu nuk i ban zullum kujt, tha mos mendove që të kena bon zullum ty, o robi jam, tha jo vallahi o zëti madheshëm, sen nuk posh në to që ju keni bon zullum, tha Allahu ja kthen, o robi jam, mos rastisht ti nga veprat e këqija ka ti kemi hedh, mos po mendo që na i vepër e keqja në peshore s'është e jotja, por veç ta kemi hedh që ato, jo vallahi tha Zot, krejt janë të mira që tu shka i posh. Tha robi jam, mos rastisht e ke bon ai të mirë, e që s'ta pas kemi vu në peshore në anën e veprave të mira, mos e ke bon ai të mirë s'ta kemi vu këtë në peshore, e për që ata ti i halej mërzitë dhe vallahi a Zot, s'pas kilon as ma të vëglen të mirë, që unë e kum bon vetëm se ma pas një vendus në peshore. Tha atëherë robi jam, e qka e ktheve kryt dhe këshirë që këne i kanë. Tha vallahi o Zot i madhreshëm, fundi hadithi, thët,
Ma kana dhanni fike ja Rabb. S'ka qenë mendimi jam për ty kështu. Unë të këshia kom bon. Keq bërës kam qenë. Por unë kam posë mendimin se ty në xhehenem nuk me qenë. E kam posë mendimin se ti me falë. Tha veç kjo ka qenë mendimi jam për që ta u ktheu edhe këshyra ka ti. Allahu Azza wa Jalla thot, adkhiluhu al-janna, shtyne robin tim xhenet. Veç pse ka posë mendim të mirë për Allahun Azza wa Jalla, e shtin në xhenet Allahu Azza wa Jalla robin. Ndërsa Ibn Mesudi, një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një ditë prej ditëve tha, Ibn Mesudi, tha pasha atë që s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet. Nuk ju ka adhuru një njeriu, një muslimani, një diçka ma e mirë se sa me mendu mirë për Allahun. S'ju ka dhuru diçka ma e mirë se ajo me mendu mirë për Allahun. Me mendu që Zoti jetë ka me të falë, me mendu që Zoti do të mëshiron, me mendu që Zoti jetë në xhenet ka me të çu. S'ju ka dhënë diçka ma e mirë. Tha vallahi thab në Mesudi, dhe nuk ndodh ndonjani të mendon diçka të mirë që me i dhon Allahu, vetëm sa pasha Allahun, Allahu ato kam ia dhënë. Kështu na mësuan gjeneratat e para shokët e pejgamberit, që të mendojnë mirë për Allahun Azza wa Jall. Për sanave që neve na shpëtojnë për zjarmit të xhehenemit, është edhe me bë dua. Pyet në veten tuaj dhe na tonëm të pyesmi, sa herë brenda ditës ne i thojmë Allahut, o Zoti i madh, në zjarmin e xhehenemit mos me dërgo. Atje mos me që, të metat e mia falni, edhe në xhenet atje qëm. Sa herë i kemi thonë Allahut, do sa herë kemi bon. Allahu Azza wa Jalla përmend në Kur'an thot, "Walladhina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adhab jahannam." Ditën Allah për i përmend fjalët, duat e njerëzve të mirë në Kur'an. Po ata thojnë, o Zot, për e zjarmit të xhehenemit, na ruaj, në zjarmin e xhehenemit mos na çë. Inna adhabaha kana gharama. Vërtet o Zot e dina që zjarmi i xhehenemit nuk ndalet kur. Ajo është dënim i përhershëm. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sa vend i keq është ai e dina o Zot. Pra Allah ja përmend si do të mira që njerëzit i lutën Zotit të Zot në zjarmin e xhehenemit mos me çë. Dhe prej dove të mira që Zoti në Kur'an na ka thonë, për njerëzve të mirë kur thonë Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Zot, jep na të mira në dunjë, por lut ju Zotit, edhe mendo mirë për Zotin tënd. Allahu këtë tha, kur robët e mirë thonë, o Zot, na jep të mira në dunjë dhe në ahiret. Ebu Talib, ose Ali ibn Abi Talib, Ali radiallahu anhu, fjala na jep të mira në dunjë dhe në ahiret, a di çka i bën tha? I bën që të mira në dunjë ta kesh një bashkëshorte të mirë, një bashkëshorte të devotshme, një bashkëshorte të sjellshme, një bashkëshorte të shtëpisë që ta ja sheh hajrin dhe fëmijët të ja shohin hajrin, kjo për në dunjë. Wa fil akhira ali ju tha ko për qëllim xhenetin. Pra Allahu na kërkoj për neve që vazhdimisht thuj o Zot ma jep xhenetin dhe më ruaj prej zjarmit të xhenemit, ajeti para tina. Ndërsa Hasan el-Basriu kur e komentoi këtë ajet tha se Allahu kur po thot thuj vazhdimisht o Zot më jep të mira në dunjë, e ka për qëllim o Zot ma jep dijen edhe mbaj badetxhi. E për në ahiret ma jep xhenetin, e më ruaj prej zjarmit të xhenemit. Por lutju Allahut Azza wa Jall, për ta e sjell Buhariu dhe Muslimi. Edhe çton pe kry. E sjell edhe Buhariu Muslimi një hadith prej Enesit, tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte pejgamberi i Zotit, që to çka Zoti na than Kur'an, kërko prej Zotit më të mira në dunjë, edhe në ahiret, edhe ajo para kësaj që ke mendon mirë për Allahun. Than këtë hadith Enesi që pejgamberi mas shumë ti çka ju lut ke Zotit të ke duaja, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Zot më jep të mira në dunjë. Edhe në ahiret, pra më jep edhe xhenetin në ahiret. Pejgamberi i Zotit, mas shumë ti që baj ke ç'kët do. E ti dhe on sa herë kemi bërë dhe e bëjmë brenda ditës këtë do, ta pyesmi pasaj vetë dhe i dhojmë përgjigjeve të vetes tonë. Na lusmi Allahun Azza wa Jall për njerëzve të mirë të na ban. Lusmi Allahun Azza wa Jall për atyre që mendojnë mirë për Allahun Azza wa Jall të na ban. Lusmi Allahun Azza wa Jall që ato që u përmendën na jetë mirat në dunjë dhe në ahiret Allahu të na dërgon dhe të na jep. Lusmi Allahun Azza wa Jall që muslimanëve që do të bëjnë Allahu të ju ndihmon. Walhamdulillahi rabbil alamin.